يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi takon Allahut azza wa jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i ja dërgojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatlinë të nderuar, prej rrugëve, prej arsyeve, prej gjërave që muslimanin e ban të shpëton prej zjarmit të xhehenamit, të ruhet prej zjarmit të xhehenamit, në këtë rast është për gratë. Nëse do ndonjëra prej grave tona të ruhet prej zjarmit të xhehenamit, këtë na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si të veprohet. Një hadith që ka sjellë Imam Ahmedi dhe të tjerë, dhe hadithi të Sheikhul Albani është autentik, i vërtet. Vjen prej Husain ibn Mihsan. Ky thot se më tha halla ime se një ditë prej ditëve shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe shkova për t'u ankuar për një çështje, për një problem që e kisha. Masi që u kryu zgjat problemi që ka unë e kisha, pejgamberi alayhi salatu se më drejtu dhe me tha: a je grua e martuar ti? Thash po. Tha: si i ki raportet ti me burrin tënd? Si sillesh ti me burrin tënd? Tha, unë i thash që për çka të muj, prej të mirave në raport me ta unë i baj. Veç nëse na i sen urdhruhem që s'mun e baj, s'kam kapacitet me kry ato që ka kërkon burri, për ndryshe tjera t'i baj krejt. Tha, adini se si me tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha me tha se, tha, fandhuri, ejna ente min, tha, oj ti gru, këshirë se si e ki raportet tua me burrin tanë ti, këshirë se si po silleshti me burrin tanë, fe innema hua jannatuki au naruki, tha se oj grue, burri jët, ose do tjetë gjenneti jët, ose zjarri jët, ose gjenneti që sot sillesh mirë me të ti e fiton gjennetin, ose zjarri, nëse ti nuk sillesh mirë me burrin tënd, i hin hak burrit tënd, atër zjarrit për ty, sebeb bëhet burri dhe ti në zjarmin e xhehenamit. Pra nëse dikush prej grave do në me shpëtu vetën e vete prej zjarmit të xhehenamit, le të sillet mirë me burrin e saj. Se tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur të mu kishte urdhru, sikur të mu kishte leju me urdhrun e dikan, me i bën sejdë dikujt, kisha me urdhru gruan me i bën sejdë burrit. Me një hadith që e forcon këto që e thash, dhe hadithin e sjell Imam Tirmidhi ibn Majah dhe Ibn Hajeri ka thonë është autentik. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Çdo grua e cila vdes, por ka qenë i kënaqur me të burri i saj, ajo grua do të hyjë në xhennet. Çdo grua muslimane që vdes dhe burri i saj ka qenë i kënaqur me të dhe sjelljen e saj, ajo do të hyjë në xhennet. E kur hyn në xhennet, a kuptohet që ajo shpëtoi prej zjarmit të xhehenamit. Prandaj një herë për herave e tha një hadith pak ma preks henez.
Një hadith që e sjell Ibn Majah, Imam Ahmedi, Tirmidhiu dhe të tjerë, hadith është autentik, si shta Sheikhul Albani dhe të tjerë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: La tu'dhi al-mar'atu zawjaha fi dunya. O ju gra, tha pejgamberi alayhi salam, nuk ndodh që në grua në dunjo me bezdis, me shqetësu, me hidhru, me mërzit burrin e vet, thot illa qalet zawjatuhu min al-huri al-'ain la tu'dhihi qatalakillah. Vetëm se sa herë që një grua në dunjo, një musliman, burrin e vet musliman, e shqetëson, e hidhëran, ja prish shefin, a di çka tha pejgamberi në këtë hadith? Sa herë ti thot çashtu, vetëm se një prej grave të ti në xhennet çka e pret ato, prej hurul init, prej hyrive të xhennetit, i shkon lajmi asoj që gruaja e filanit që pritet me qenë të ti, e ka shqetësuat burrin tënd, a di si ja kthen ajo? I thët huria prej atje, i thët dëvraft të Zoti oj ti gru. Thët Allahu të dëvraft, por mos e shqetëso burrin tënd, se të këti është veç kalim thi, e gati sa ju kanë afru momentet me orte unë e ka, po sillu mirë me burrin tënd. Mallkimi edhe prej hyrive i ju vjen atyre grave që i shqetësojnë burrat e tyre. Veç një Zot e di se sa mallkimi prej hyrive të xhennetit ju vjen grave të muslimanëve të Zotit. Kjo është prej rrugëve nëse dënë me shpëtu prej zjarmit të xhehenamit. Rrugë tjetër është mja dashti njerëzve atë çka dën për veten tënde. Nëse ja dë njerëzve atë të mirë çka dën për veten tënde, është prej rrugëve që ty të shpëto prej zjarmit të xhehenamit. E jo për vete të dush, të jesh njeri i pasur, edhe për të tjerët dush që t'jenë të varfër. Jo për veten tënde dëshirosh të kesh një pozitë të lartë, e për të tjerët kishe të jenë të ulur. Jo për veten tënde të kishe të jesh dietar, e për të tjerët të jenë ignorant. Jo kështu. Por nëse që atë çka dën për veten tënde të mirë, e dën edhe për vëllavin tanë musliman të mirë, është prej rrugëve që të shpëton ty prej zjarmit të xhehenamit. Këtë s'po e tham për vetes time. Këtë e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin që e sjellë Imam Muslimi. Edhe hadithi vjen prej Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhuma. Thot se ishmi me një udhtim. Edhe unë alëm në atë udhtimin me pushu. Unë alëm me pushu. Dikush i nreqë ato tendat e veta që me pos hije. Dikush i azon ke vendin, ose i avgjën ke vendin, ja u baj ke vendin deveve. Ndërsa e netëm të i këtyna qëtu pun, e netëm një zonë, të i thonë, namazi me xhamat, namazi me xhamat. E atje kur është thonë namazi me xhamat, edhe nëse së shtkon kuha vet, e namazit ata kënë shku se pas ka diçka të madhe. Kur shku në të bun, ja nisi pejgamberi alayhi salatu wasallam për i tregon njerëzve. Edhe po ju thot, o ju shokët e mi, çdo pejgamber që ka pas ardhur te populli vet që Zoti e ka dërgu, e ka pas amanet. Mi tregu popullit vet se që kjo është e keqe, kjo në zjarm të qënë. Kjo është e mirë, kjo në xhenet qënë. Pra çka janë të mira me ja tregu, e çka janë të këqija me tregu dhe me i largu prej tyne. Ndërsa tha umeti jam, ma të mirët, ma të zgjedhurit e umetit tem janë gjeneratat e para. E nga fundi, tha pejgamberi alayhiselam, e nga fundi i zamanit, umeti jam do të sprovohet. Atë që ranë sprovohet, sa që sprova e ban me haru sprovën e parë. Tha pejgamberi alayhiselam, sprovohet sa që kur ta kap një sprovë muslimanin, atë që madhe, sa që ai, a di çka thot muslimani? Po tregon pejgamberi alayhiselam, edhe kjo thuaj se është. Tha, thot muslimani, kjo ka shkatrimi jam. Unë pas ka orë fundi mu, maraj puna ime, u kry puna ime. Tha, e sot i shkan qajo sprovë, kur ta godet një tjetër, thot, jo, kjo qenë ka shkatrimi jem, e harën të parën, edhe kështu tha vazhdan. Deri kur kështu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj tha, kush të dën prej juve, faman ahaba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala al-janna,
faltadrukum maniyatu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir. E kush të don me shpëtu pastaj prej sprovave, edhe me ka i shpëtuar prej zjarmit të xhehenamit, edhe i shpëtuar para Allahut, tha let beson Allahun, edhe let beson ditën e gjykimit. E tjetër, tha wal yati ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi, e tha të fundit, let ja ban njerëzve, let ju ban mirë njerëzve, ato çka ka dëshirë të tjerët me i bo mirë atij. Let sillet mirë me njerëzit, qashtu që shko qef të tjerët mu sill mirë me ty. Pra nëse ti i ju jep nevojen që ka njerëzit, që atë nevoj ki qep dikush ty më tu gjindë në atë nevoj, edhe ti gjindësh muslimanit, është pra prej rrugëve që të shpëton ty prej zjarmit të xhehenamit. Pastaj, prej seneve tjera që të shpëtojmë prej zjarmit të xhehenamit është edhe ajo ulja e shikimit tënd. Ulja e shikimit tënd, e që është shumë e nevojshme në ditët e sotit, ta sjellmi shpesh në kokat e tona, këtë uljen e shikimit tënd. E mos të ktyrmi të bëhemi me një kamer 360 shkollë, që mos të mbetet sen pa të ikur ty ka të kala një rrugë. Ka të kala një rrugë, a ki një ndales me shiku, apo ja, ti gjithçysh me po gjithë shka që ka sillesh, që ka të sillet rreth teje. Ndërsa nëse e runë të shikimin tënd, është prej shkaqeve që ty të shpëtojnë prej zjarmit të xhehenamit. Këtë e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që edhe vjen për Ibn Abbasit, edhe për Ebu Hurajrës dhe Enesit, dhe numër të madh hadithi është i mirë me mbledhje të rrugëve. Tha pejgamberi alayhis salam: "Thalathatun la tara a'yunuhum an-nar yawm al-qiyamah." Tre kategori njerëzish s'kan me pa sytë e tyre, s'kan me pa zjarmin e xhehenamit hiç. As mos me pa sytë tu, nëse don që as mos me pa xhehenamin, tha janë tri kategori njerëzish. Cilët janë ata? Tha pejgamberi alayhis salam: "Aynun bakat min khashyatillah." Nëse një sy ka qajtur prej frikës të Allahut azza wa jall. Nëse një sy e ka vetmu një njeri, është vetmu një herë, qoftë ditën apo natën, kur të tjerët janë në gjumë, apo ditën, kur ajo është vetë, edhe aje kujton Allahun azza wa jall, dhe sytë e tij letojnë prej frikës të Allahut azza wa jall. Tha pejgamberi alayhis salam: "Ky sy i këtij njeriu, as që do ta shoh zjarmin e xhehenamit." Kjo e para. Kategoria e dyta, u aynun harasat fi sabilillah. Edhe një sy që ka bën roje në rrugën e Zotit, ka qenë në roje kur ka qenë luftë, ka rujt, të tjerë kanë flajt, ai ka rujt, mos po vjen armiku, syti ka pasur hapur. Edhe ky sy, as që do ta shoh zjarmin e xhehenamit. Wa tha: "Wa aynun ghaddat an maharimillah." Edhe një sy që e ka mbyll, është mbyll, edhe ka mshel syt, mos me i shiku haramat që Zoti ka bë haram atu. E këta tre lloj sysh, tha pejgamberi alayhis salam, as që do ta shohin zjarmin e xhehenamit. Edhe rrugë tjetër që ty të shpëton prej zjarmit të xhehenamit, e që dhe kjo është zbehur të na shumë, është edhe ajo se ti forcosh lidhjet farafisnore. Ti mbash lidhje të mirë me vëllezërit e tu, me motrën tënde, me prindërit e tu në veçanti, e me të afërmit, me dajallarët dhe ata të gjakit tanë, ti mbash lidhje të fortë. Këtë na tregoi pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin që e sjell Buhariu dhe Muslimi. Vjen për Ebu Ejub al-Ansariut radhiyallahu anhu. Tha një ditë prej ditëve, ishmi të u kthy me pejgamberin alayhi salatu wasallam për një udhtimit. Të u kthy rrugës sa erdhi një njeri fshatar, një beduin, një arabi fshatar. Edhe e po pejgamberin mbi devën e tij duke ardhur, i doli përpara, edhe janë ngjiti devës për frenin e saj, edhe e noli. Pejgamberi se mu çudit, tha: "Ja Rasulullah", më një shprehje: "Ja Muhammed, o Muhammed, o më trego se si të hyjnë xhennet, cilat veprime më çojnë xhennet, edhe cilat më shpëtojnë prej zjarmit të xhehenamit." Pejgamberi sa më po deveja ju nal, edhe pejgamberi po i shikon shokët e vet. Edhe ju tha shokëve: "Sen të qelluar ka kërku, sen të madh ka kërku." Edhe i tha këtij njeriut, fshatarit beduinit, i tha: "Më fal, përsërit edhe një herë çka the?" Tha: "O i dërguari i Zotit, çka më shpëton mu prej zjarmit të xhehenamit, edhe si çka në xhennet?"
Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha: "Ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a." Ndash me shku në xhenet, edhe prej zjarmit me urujt, mos me hin zjarm kur, tha adhuroj veç Zotin. Shok ati, mos i ban, wa tuqimu salah, edhe fale namazin o njeri, tha, dhe fale namazin, wa tu'ti zakat, edhe jepe zakatin, wa tasilu rahim, edhe e fundit tha, mbaj lidhjet farefisnore. Ndash me kon ti shpëtuar prej zjarmit xhenemit, në fundin e kërkesave tha pejgamberi dhe mbaj lidhjet farefisnore. Edhe kur ja tha me këto, sikur që unë ta kompletova kerejt çka ti lype vetëm se në vija të trasha, i tha në fund pejgamberi, "Da'in naqa", atë lëshama tash një devën, lëshoj frente devës time, lemra hat heci tash, se ta thash aja çka duhet ty. A don më shpëtu pra? Prej zjarmit të xhenemit sipas hadithit të fundit, adhuroj veç Zotin, fale namazin, jep zakatin dhe mbaj lidhjet farefisnore. Lusmi Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre që të kujdesim namazet tona, prej atyre që të pastët në besimet tona, prej atyre që mbajmë lidhjet farefisnore. Lusmi Allah të na fort na mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jall që muslimanëve kudo që janë, Allahu atyre të ju ndihmon. E atje në xhenet me pejgamberët të na takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.